2. Njohja e fesë islame. Muhamedi alayhi salam ka thënë: çdo punë që nuk fillon me bismillah është e mangët. Munawi. Si ta fillojmë çdo punë të mirë? Çdo punë të mirë besimtari musliman e fillon me fjalët Bismillahirrahmanirrahim, që në gjuhën shqipe përkthehen në emër të Allahut, të gjithëmëshirshmit, mëshirëplotit. Kjo shprehje shkurtimisht në popull njihet si Bismillah. Përdorimi i Bismillahit do me thënë që besimtari vendos që çdo punë të mirë ta filloj duke menduar për Allahun e Madhërisëm dhe duke e lutur atë për ndihmë, bereqet, mëshirë e falje. Disa raste kur përdoret Bismillahi. Bismillahi ka përdorim të gjerë te muslimanët. Ai theksohet para çdo pune të përditshme, duke lutur Allahun e Madhërisëm për ndihmë e bekim. Kur zgjohemi nga gjumi, kur pastrojmë duart dhe fytyrën, kur përgatisim ushqimin apo kur ushqehemi, kur lexojmë Kur'an apo libra të tjerë, kur mësojmë apo bëjmë detyrat shkollore, kur dalim në rrugë për shkollë, për punë apo për ndonjë vizitë, kur punojmë në punëtori, fabrikë, fush apo ndonjë aktivitet tjetër e të tjerë. Theksimi i Bismillahit bëhet me qëllim të kërkimit të ndihmës nga Allahu xhaleshanuhu dhe dhënies së qetësisë e urtësisë nga Ai, që puna e filluar të përfundojë ndershëm, me sukses, të jetë e dobishme për ne dhe të tjerët,